Është pyetja radhës nga një televizionist tjetër, hoxhë nderuar, dhe ju pyet kështu, thotë, a janë kufër pra mosbesim mallkimet e ndryshme që i dëgjojmë shpesh herë nëpër familjet tona, si të vrapë të Zoti e të vrapë të gjëra të tjera. Dietarët islam konsiderojnë se këto janë prej gjunave të mëdha që faktikisht nuk i përkasin karakterit të muslimanit. Muslimani pra duhet të jetë i kujdesshëm që ta ruaj gjuhën e tij, sidomos me gjërat të cilat faktikisht shkaktojnë hidhrimin e Zotit xhel xhelaluhu. Pra mallkimi në mënyrë të përgjithshme është i ndaluar në Islam dhe konsiderohet prej veprave të ndaluara që duhet të pendohet muslimani për to, nga se kanë ardhur edhe argumente të shumta ku pejgamberi sa ka folur se do të thotë çështja e realitetit të mallkimit është një çështje që e privon muslimanin prej shumë të mirave dhe në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër. Prej të mirave të jetës së bote është se ndodh që faktikisht të pranohet ai lutje, aq më tepër nëse ky mallkim i adresohet fëmijët prej anës së prindërve, siç ka ardhur do thotë nëpër tekste të shumta, apo në mënyra të tjera siç ka me një thënie, thot pejgamberi alayhis salam, kur dikush e mallkon diken, mallkimi i tij ngritet në qiell dhe mbyllen dyert e qiellit. Bie në tokë mallkimi, mbyllen dyert e tokës. Shkon djathtas dhe majtas, kërkon që të stacionohet dikun, e lyp atë cilin është mallku. Nëse ai nuk e meriton mallkimin, i kthehet mallkuesit. Pra, duhet jemi të kujdesshëm në këtë aspekt që mos të shprehim do thotë fjalë të tilla. Në anën tjetër thot pejgamberi sa mallkuesi është i privuar prej dëshmisë në ditën e gjykimit, që tjetër pra do thotë edhe ndërmjetësues edhe dëshmitar në ditën e gjykimit. E kështu me radhë do thotë argumentet e shumta që nuk i përkasin në mënyrë të përgjithshme karakterit të muslimanit, sepse muslimani do thotë do të jetë i pajisur me karakter të lartë, me moral të lartë, që fillimisht ta e kënaqë Zotin e tij e pastaj të jetë edhe i pranueshëm në shoqërinë e tij.